Fëmijë të veshur me veshje kombëtare me këngë dhe valle, me këso lloj feste u hap qerdhja Fatosat në Haraçin. Shiritin e pre u kreu i integristëve Ali Ahmeti. Gjatë fjalimit poentoi politikisht, duke thënë se nuk janë njerëz destabilizues ata që hapin qerdhe. Pavarësisht gojkëqive që na paraqesin si të rrezikshëm e destabilizues. Nuk janë njerëzit destabilizues e turbullues ata që hapin qerdhe, hapin universitete pikërisht mua aty, ku jam bërë plane shqiptarëve për të shfaros nënën bashkë me fëmijë shqiptarë. Qerdhen e antishqiptarizmës, ku sot ata janë përpara tribunalit dhe përgjigjen për krime e gjenocid. Kryetari i Haraçinës Ridvan Ibrahimi tregoi se kjo qerdhe ka kapacitet për 115 fëmijë. Kjo qerdhe ka kapacitet për 115 fëmijë dhe sigurisht marr parasysh numrin e madh të filloristëve, nevojat janë shumë të mëdha për të përkushtuar një të ardhmen që të afër që të zgjerojmë këtë kapacitet. Drejtoresha e qerdhes Drita Iseni u shpreh se komunës i ka munguar moti kohë ky institucion. Sot është një ditë e veçantë dhe e rëndësishme për ne. Hapim dyert e qerdhës Fatosat, institucion që i ka munguar prej kohësh komunës së Haraçinës. Kjo qerdhe ishte gati për t'u hapur që para 3 muajve, po nuk po vijej në funksion. Kryetari i komunës Ibrahimi e akuzonte ministrin për politikë sociale Fatmir Limanin se për shkaqe politike e mban peng hapjen e qerdhës, por Limani mohonte duke kërkuar që të mos bëhet politik me çështjen, pasi dokumentacioni ishte në procedurë.